E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush analizën dhe për të detajuar ngjarjet, cila ishte arsyeja që e solli Zarfin e Zi në shtëpi në këtë pikë të lojës. Nëse ka patur Big Brother më herët, nëse ka patur edicione më herët që ka patur Zarfa të Zi, jam jashtëzakonisht i bindur që ky edicion e ka vënë vulën me Zarfa të Zi. Pyetja është kjo: çfarë ndodhi dhe pse Zarfi i Zi mbërriti në këtë pikë të lojës në shtëpi? Pas një kuti Pandore që realisht ngriti në këmbë komplet shtëpinë, një kuti Pandore e cila përfshiu të gjithë banorët aty brenda, dhe një vajzë siç është Greta, që nxori një anën e saj që realisht nuk e kishte treguar kurrë, dhe një Marko që këtë ditë ka qenë jashtëzakonisht i zëshëm. Domethënë ka ndodhur debate të mëdha brenda kësaj shtëpie. Do të nis një herë fillimisht të komentoj përse e përmenda Markon dhe përse dyshoj që Marko mund të jetë pjesë e këtij Zarfi të Zi. Tani, ky Zarf i Zi mund të jetë një zarf që mund të çojë dy banor kokë më kokë në një televotim dhe njëri me patjetër të shtunën të lërë shtëpinë. Nuk do t'jetë zarf me penalitete, sepse për të qenë me penalitete nga loja duhet të penalizohen të gjitha ato banor. Tani do me thënë, duke parë këtë loj që po bëhet, çfarë ka bërë Casey që u largua nga shtëpia. Këto duhet të dalin të gjitha nga shtëpia realisht. Të shtunën do të zbulohen detajet e zarfit, por le ta analizojmë këtë zarf. Tani unë mendoj që Marko ditën e sotme ka thyer një ndër rregullat më të mëdha të shtëpisë që ka prekur me dorë banorin tjetër që ishte Shëndriti. E gjitha kjo gjëja u iniciua nga Rogerti, Miri dhe Tani, që Marko u bë loj e Rogertit, Mirit edhe Tanit. Unë e kam thënë gjithmonë që Marko nuk u pozicionua siç duhet në shtëpinë e Big Brotherit. Qëndrimi i tij në grupin e Rogertit, Markon e djeg sepse është më i dopti tek të gjithë të fortët, dhe këto të gjithë të fortët Markon e mbajnë afër vetëm për një vot kur ju duhet për lider apo për të shpëtuar nga një lloj zinxhiri, dhe Marko këtë gjë nuk e kupton. Provokimi që ditën e sotme i bëri Shëndriti me cigaret, Markon e nxori në një karakter që Marko është i vërtet, por Big Brother është loj provokimesh, është loj nervash, dhe ti do me thënë të ngritesh në atë formë në këmbë, ta prekësh tjetrin, ta gjuash tjetrin realisht me dorë, dhe të kërkosh ti që ti akmeresh apo ta godasësh atë tjetrin, thënë shkurt ta rrash tjetrin brenda shtëpisë së Big Brotherit, kjo nuk është loja. Kjo nuk është strategjia. Dhe Marko, siç duket, njeriun e tij, sinqeritetin e tij e vendon përpara gjithçkaje, dhe kjo gjëja e djegën Markon. E dyta, pse Marko dyshohet që është pjesë e këtij zarfi të Zi? Ditën e djeshme, teksa Rogerti po debatonte me Stenaldon, Marko ishte ai i cili ishte pjesë e këtij debatit, por jo duke folur, ishte duke dëgjuar. Dhe në momentin që Rogerti del nga shtëpia, Stenaldo me të drejtë, duke u munduar që ta përndjekën Rogertin dhe ta vazhdon debatin e tij, Marko, duke e ditur që Rogerti është i verbër, duke e ditur që Stenaldo është i verbër, dhe duke e ditur që Stenaldo nuk shikon, Marko e mbyllën derën dhe Stenaldo rrezikonte që të ngjitet për xhami. Një diçka që Stenaldos do t'i sillte më pas pasoja. Dhe kjo, do me thënë, kalon përtej limiteve njerëzore. Tani, këto janë dy dyshimet që mua më asocojnë që të mendoj se Marko do t'jetë banori i cili do të dënohet me zarf të Zi, edhe pse do me thënë lufta ka qenë e përbashkët brenda kësaj shtëpie. Më falni. Tani, pse mendoj unë se banorja e dytë që do të dënohet me zarfin e Zi është Gerta. Gerta nuk arriti dot ta pranon lojën nga Juela. Tani, a nominoi Juela si lojtare, a nominoi Juela në efekt të emocioneve, ajo i takon Juelës, por Gerta nuk e përballonte dot faktin e eliminimit nga shtëpia, sepse diheshte në këtë kombinim që u bë, do me thënë diheshte që Gerta do ta lër lojën në këtë pikë të lojës, do me thënë në këtë fazë të lojës. Tani çfarë ndodhi? Siç duket, ëndra e madhe e zarfit të Zi
tashmë është e realizuar dhe Gerta me ato ofendime që përdori, me denigrimet kundër drejt Juelës, duke i quajtur dhe prostitut, që në fakt ju tha në banjo dhe ne kemi dëgjuar shumë mirë, pikërisht më njëherë pas përfundimit të Prime-it, dhe më pas duke shkruajtur letra me shkronjën K dhe me shkronjën A dhe me pika që ajo asocon në tjetër fjalë, më falni për këtë që po shpreh, po ajo asocon në fjalën kurth, por Greta me patjetër që në Prime do të thot karamelia, e kam shkruar sepse karamelia e thriste dhe atë natë dhe duke ofenduar Juelën në familje, duke ofenduar Juelën në dinjitet, duke ofenduar Juelën në moral, duke i quajtur femër të përdalë që realisht mua Gerta më ka zhgënjyer, mendoj që në këtë zarf të zi përfshihet edhe Gerta. Do të thënë përfshihet dhe ajo. Tani, ditën e sotme Rogerti nxiti tek Juela që Juela të shkon të merr Arushin edhe ta hudhën në pishin. Brikena tregoi një kulturë të jashtëzakonshme, nuk është se u përfshi brenda luftës që realisht ndodhi në shtëpinë e Big Brotherit me banorët. Por, gjithsesi, do të thënë, është një dinamike e madhe e krijuar, është një luftë e madhe, tani loja do të thënë nuk është më lojë, unë kam thënë këtë gjë me kohë, loja në Big Brother ka përfunduar, këtu gjithçka është kthyer në personale, është zarfi i zi 5, edhe banorët nuk është se ulen edhe të vedisohen dhe të mbushen me mend që kujdes jemi duke bërë gabim, le të respektojmë të gjitha kutitë e Pandorës ashtu siç vijnë, le të respektojmë të gjitha vendimet nga vllau i madh ashtu siç vijnë, do të thënë nuk i respektojnë këto gjëra dhe arritën deri në këtë pikë që të prishin këtë televotim. Ky televotim ka qenë një marrëveshje, në fakt kjo prishja e televotimit, më falni, ka qenë një marrëveshje nga Gimbo, Gerta dhe Selini. Tani, kur flasim për këtë pjesën, mos vllau i madh do të merr një vendim duke hequr Rogertin nga ky lloj nominimi dhe të fut në një televotim të menjëhershëm Gertën, Selin, Gimbon dhe Markon për kulturën e treguar dhe njëri nga ato do delat natë nga shtëpia, me patjetër që Gerta do të jetë pjesë e këtij zarfi të zi, por me patjetër që dhe Marko besoj që do të jetë pjesë e këtij zarfi të zi për veprime që ka bërë. Tek Marko duken gjërat normale, por realisht në televizor nuk transmetohen të tilla. Unë mendoj që Marko duhet të jetë pak më strateg në qoftë se përzgjedhen të luan vetëm. Do me thënë, situata dhe loja ka kaluar çdo limit. Banorët kanë kaluar çdo limit dhe në interes të lojës janë në gjendje që të bëjnë gjithçka. Do me thënë, janë në gjendje që të denigrojnë dhe veten e tyre, të ulin nivelin e vetes së tyre vetëm për të qëndruar brenda asaj shtëpie. Ajo që e ka tepruar më shumë është Greta. Tani do të shohim se çfarë do të ndodhë të shtunën, por dua të marr mendimin tuaj si e logjikoni ju këtë zarf të zi që sapo mbriti në shtëpinë e Big Brother.